Gjykata e Tiranës caktoi masën e sigurisë arrest në burg për Aleksandër Krashin, shoferi i betonierës me të cilën u përplas mjeti ku udhtonin 4 të rinj që tragjikisht ndërruan jetë. E njëjta masë siguri u caktua edhe për kushëririn e tij, që e ndihmoi për ta larguar nga vendi i aksidentit, ndërsa detyrim paraqitje për menaxherin e firmës së prodhimit të betonit që kishte punësuar 24 vjeçarin. Dëshminë e tij në gjykatën e Tiranës, Aleksandër Krashi, shoferi betonierës me të cilën u përplas mjeti ku udhëtonin 4 të rinjt, e që tragjikisht ndërruan jetë, e nisi me fjalët ngushëlluese për familjarët e viktimave. 24 vjeçari ka pohuar para gjykatës së Tiranës se nuk është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes, por fillimisht ka tentuar të hap derën e mjetit i Benz, ku udhëtonin 4 të rinjt, të cilët tragjikisht humbën jetën. Sipas tij, dera e mjetit ka qenë e pamundur të hapej dhe për këtë arsye ka kërkuar ndihmën e një tjetër personi, të cilët sërish nuk kanë mundur të shpëtojnë 4 të rinjt. Të ndodhur në këto kushte ka pohuar 24 vjeçari. Është larguar nga vendi i ngjarjes nga frika e ndonjë hakmarrje të mundshme. Por pavarësisht deklarimeve të tij, gjyqtari Edvan Veçani caktoi masën e sigurisë arrest në burg, duke pranuar kështu edhe kërkesën e prokurorisë, që po e heton 24 vjeçarin për 3 vepra penale: shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt dhe largimi nga vendi i aksidentit. Rezultoi se Krashi nuk ishte i pajisur me leje drejtimi për mjetet të transportit të rënd. Bashkë me Aleksandër Krashi, në gjykat doli edhe kushëriri i tij, Valentin Krashi, që e ndihmoi për t'u larguar pasi ndodhi aksidenti. Edhe për të u caktua masa e sigurisë arrest në burg. Ndërsa për Daniel Koxha, menaxherin e firmës së betonit ku punonte 24 vjeçari, u caktua detyrim paraqitje. Në kërkim, vijon të jetë edhe pronari i firmës, Sajmir Hoxha. Aksidenti që u mori jetën 4 të rinjve, 2 vëllezërve, Eneidi dhe Erildi Laçi, kushëriri të tyre Andi Laçi dhe shokut, Enriklet Kurti, ndodhi mesnatën e së mërkurës në aksin Vor-Fushkruj. Ata ishin duke u kthyer nga aeroporti Nën Tereza në Rinas, pasi kishin pritur nga Gjermania njërin prej viktimave. Mjeti që ata udhëtonin lëvizte me shpejtësitë e normave të lejuara dhe u përplasën me betonieren që ishte ndaluar në rrugë, por pa ndezur blokazhin, një nga rregullat kryesor të qarkullimit rrugor. Sipas dinamikës së rindërtuar nga policia, para se të përplaseshin me betonieren, të rinjt kishin parakaluar në rrugë 2 kamion.